Është në natyrën e shqiptarëve që hijshmërinë që u ka falur natyra ta përsosin duke i dhënë vëmendje veçantë paraqitjes, veshjes së tyre. E ky tipar vihet re akoma më shumë në Shkodër, ku gjithnjë dhe më tepër tentojmë të jemi origjinal me veshje unikale që punohen nga duart e stilisteve. Dhe njëra prej tyre mjaft e njohur jo vetëm në Shkodër është Holta Ramadani. Sot ke shumë vajza, domethënë që unë i admiroj për stilin që kanë edhe veshen shumë bukur realisht, edhe nuk jo të egzagerume, nuk do thot se do të veshesh me shkurta dhe je egzagerume. Me ditë me kombinu nuk je as me të shkurtën e egzagerume. Domethënë, për mu kanë stil shumë. Kurse në pjesën e dytë të emisionit, ju do të keni mundësinë të ndiqni reportazhin Artin e Dua, një organizim të veçantë në ndihmë të rinjve, të cilët kanë një rol të padiskutueshëm në ndërgjegjësimin e shoqërisë sonë. Ti je aktore, është një eksperiencë e jashtëzakonshme, të bashkëpunosh me besërishtmërinë është një mrekulli e vërtet që përshëndes shumë që ka zgjell. Mësoni më shumë duke na ndjekur të premten da 10 prill 2026, ora 21, në emisionin Arom Shkodre të TV1 Channel.